Shkodra përgatitet për një ngjarje të madhe sportive kur me datë 2 maj është planifikuar të luhet në stadiumin Loro Borisi një superndeshje veteranësh, veteranët e Vllaznisë dhe ato të Spanjës, me drejtorin e zyrës së sportit në Bashkinë Shkodër, Aron Miloti. Një ngjarje e madhe sportive kjo, Miloti, pritin të jenë në fushën e lojës së yjet futbollit shkodran dhe atyre spanjoll. Faleminderit për intervistën, është një eveniment i madh për futbollin Shkodër. Vjen një ekip si Valladolidi, lojtar ku kanë luajtur në Ligën Spanjolle me ekipe si Real Madrid, Barcelona, FC Sevilla, Valencia dhe lojtarë që kanë fituar edhe Kupën e Kampioneve. Dhe për mendimin tim është një rast i mirë për publikun shkodran për ta shikuar këtë ndeshje me 2 maj në stadiumin Loro Borisi. Miloti, që pas informacionet kolegët tuaj të fushës së lojës përfshirë dhe ju keni nisur përgatitet, po jeni në servitje sipër. Mund të zbulojmë disa nga emrat e yjeve shkodran që do të jenë fushën e lojës? Deri tani na kanë përgjigjur si lojtarë si Rudi Vata, Falbariera, Astetafizi, Serdedia, Hysén Zmiani, Armando Cungu, Suad Lici, Safet Osja, shumë të tjerë. Kemi folur edhe me ujkun Shkodran dhe viteve 80, Fredrik Tragamin. Shpresojmë që edhe ai të jetë na bashkohet në këtë aktivitet. Vetë Miloti do të jetë në fushën e lojës? Ne jemi 3, ne diskutohet që do jemi pjesë këtij aktiviteti. Ka shumë lojtar dhe veteran ose legjenda të Shkodrës. Do të jemi gjithë bashkë dhe të shikojmë që ky aktivitet shkojë sa më mirë. Një aktivitet ky madhor që i bashkohet asaj që tashmë Shkodra është qyteti evropian për vitin 2025, pra. Një moment kulmor pikërisht edhe për këtë vit. Qytetin Evropian të Sportit është ky aktivitet, prandaj është aktivizuar dhe kemi bërë këtë aktivitet. Është një eveniment i madh në Shkodër, por gjatë periudhës maj, qershor, korrik, kemi disa aktivitete tjera për qytetin Evropian të Sportit. Miloti, sipas informacionit, ky aktivitet në një farë mënyrë është bërë me nismën tuaj individuale, falë dhe njohjes bashkëpunimit me mikun tuaj, me artistin e mirënjohur shkodran që jeton në Spanjë, Eduard Marashi, i cili është një tifoz i flakët i Vllaznisë, pra një bashkëpunim mes jush dhe Eduard Marashit ka bërë të mundur edhe sigurimin yjeve të futbollit spanjoll që do të jenë në Shkodër. E vërtet, kjo ishte një iniciativë si jemja personale, po dhe shoku tim Eduard Marashi që jeton në Valladolid dhe ka shumë miqësi me ekipin, me veteranëve të Valladolidit. Bëme një bashkëbisedim, udhtova edhe në qytetin ku banon Eduardi, në Valladolid, u njofta edhe me ekipin e veteranëve dhe ato me zit shpresin që të vinë. Edhe kjo është një fat që na nodhi. Dhe në mbyllje do të ishte më interes mesazhi juaj për tifozërinë shkodrane, një thirrje që në datë 2 maj në orën 18 të jenë në stadiumin Loro Borisi për të shijuar këtë spektakël futbollistik. Do të jetë një festë sportive, lojtarë legjendat e Shkodrës, sidomos të Vllaznisë, domethënë sidomos Vllaznisë dhe lojtarë që kanë kontribuar vitet 80, 70, 80, të rikthejmë ato në fushë. E dyta është pastaj ekipi i Valladolidit, lojtarë që ka luajtur në kampionatin spanjoll, përsëritet edhe përpjesisë edhe një herë me Real Madridin, Barcelonën dhe shumë ekipe të tjera. Një festë dhe një 80 minutë që të shijojnë këtë spektakël. Miloti, faleminderit, mbarësi aktivitetit. Faleminderit edhe juve.